Mu mjafton edhe koalicioni me qytetarë. A dini pse unë ofru krejt partit? Se e kanë të qartë kush po fiton, nuk ki me fituar dhe janë qëtësot. Po, pa tjetër, koalicione formale nuk kemë nënshkru për ndamjet posteve, mirë po edhe Lidhja Demokratike e Kosovës edhe Partia Demokratike e Kosovës jënë shprehje gatshme me qenë në koalicion me njëherë si të kryhen zgjedhjet. Jemi dakordu, na duhet shumica në asamble, për shkak se unë nuk funksionoj pa shumicë, asnjëherë nuk kom funksionu, se na shkakton kokdhëmbje gjatë rrugës. Jemi lumtur që e kemi një marrëveshje të tillë, edhe pse është gojore, drejtën po ju tregoj, nuk kemi dërgu letra për njëri tjetrin, po jemi lumtur që e kemi. Në të njëjtën kohë, edhe Partia Liberale Egjiptiane është shprehje gatshme me punu me ne mas zgjedhjeve, po edhe tash është lajm i mirë për shkak se mu më duhet me e kriju atë shumicë, nuk me funksionu pa shumicë. E di që disa kanë thonë, po tutet që upi jo, unë vetëm e kom mujt me 16%, nuk e kom problem hiç. Po nëse kemi me qeveris bashk, me PDK-n, me LDK-n, me PLN, o me dikon tjetër, mas zgjedhjeve, pse mos me e kry tash, jemi dakordu, jemi komod, jemi në rregull. Faleminderit, një minutë. Po s'pëdio nuk ka që të shpjegon ndryshe, nëse ka qenë në një epërsi të tillë, me një diferencë tepër të madhe, dhe që ka qenë komod në fitore, unë nuk e kuptoj pse ka pas nevojë me bëj koalicion para zgjedhor. Për bashkëpunim, që jeni të bindur që kur të fiton, këtë vinë për me ndo hisën e përgjithësive. Kështu që unë jemi bindun që këtu ka ndodhur një trazim i një sigurie politike në të cilën Zoti Gjini është akomodu tash e sa kohë dhe mungesa e fitores pa ballotazh i ka dhënë një pasiguri të cilën është dashur me kompenzu me koalicione parazgjedhore. Them të drejtën, mu mjafton edhe koalicioni me qytetarë, përderisa jemi bindun që qëllimet dhe vizioni jonë janë më i mirë për Gjakovën. E qysh e bën shumicën në asamble? Ja, më pastaj mbetet çështje e domethënë negocimeve pas fitores. Unë jemi bindun që çdo parti mundet me ardhë, PDK-ja, LDK-ja, ne do të kemi sigurisht orientimet tona, po ndarja drejtorateve përgjithësive është shumë send i lehtë masi të fitosh. Ama kur ta bësh para fitores, para domethënë ballotazhit, mendoj që e ke një pasiguri bile jo të vogël. Faleminderit. Kaq kemi kohë për sonte. A keni ndaj replik? Po veç më thonë kështu. Urna. Unë nuk kom pas pasigurinë zgjedhje as kur kom garu me mimozën që u kon shumë përpara këtij me vota. As atëherë se kom pas. Jom njëri që e vlerësoj korrektësinë e Partisë Demokratike të Kosovës në 4 vjet që kanë kalu. Edhe definitivisht që kom pas me i ftu, po ju tregoj edhe diçka. Këtë partit mu kanë ofru vetë, të tonat, po unë duna me zgjedh. A dini pse unë ofru krejt partit? Se e kanë të qartë kush po fiton, nuk ki me fituar dhe janë qëtësot. Ja, po tash, dëmonon kërbohet edhe zë i një verdikti duke paragjykuar ato që ka më thonë Sovrani, nuk është në rregull. Prandaj je pak korrekt, mos shpreh si arrogancë sepse Sovrani dënon. Është arrogancë për nerë. Sovrani dëshkon. Ti smur nuk na kam fitua, s'kam fituar. Mirë. Nuk është arrogancë për nerë, nuk është arrogancë, po shifrat ato qytetarët kanë treguar. Shifrat, po a dini so fituesi relativ i zgjedhjeve në rondën e parë është përmbys me rezultat, me këtë diferencë, madje edhe me diferencë më të madhe. Faktën 3 unë e di çfarë. Faleminderit. Lejoni. Kështu që mos përndryshe po të mos kishe siguri, nuk kishe vënë për koalicionin. Ardiana, faleminderit për debat.